Pra sot ju, qytetarë në këtë shesh dhe qytetare, opozitar dhe opozitare kudo që jeni, keni ndur tuaja më të mrekullueshmen, më të shumë priturën, më madhështoren, fitoren. Në 8 ditë e net, ju do ta shëtisni atë në çdo votër shqiptare, në çdo mendje, në çdo zemër. Ajo s'është e jona, është e gjithë shqiptarëve. Ajo është e të gjithë atyre që i thonë dignitetit njerëzor dignitet, që i thonë liris liri, të gjithë atyre që besojnë tek familja dhe vlerat e saj, që besojnë tek Shqipëria dhe vlerat e saj. Miq, e vërteta është se sot me programin e Thirrit madhështor dhe Shqipërisë madhështore, shqiptarët janë më të bashkuar se kur në historinë e tyre. Ndaj dhe këto 8 ditë duhet të bëjmë në atë ditë fjalën mjalt të trokasim në çdo zemër për të bashkuar në një moment epik për kombin, në një moment që ne ndajmë epokat. Një djalë nga Veriu më shkruante sot në një mesazh. Më thoshte unë u martova në Fier me një vajzë nga Fieri, por problemi im është se Krushqia është e majtë dhe më thotë se ne nuk i votojmë ata, se ata janë pakic këtu, se ne s'kemi pse t'i votojmë. Dhe ai më pyet mua, çfarë t'u them unë atyre? Tani unë këtu, para jush, do t'u jap një përgjigje Krushqisë së këtij dhëndri nga Veriu. Sot opozita nuk është me kurrë pakic. Sot çdo shqiptar i cili konsideron dignitetin njerëzor si shtyllë kryesore të lirisë dhe ekzistencës saj, është me opozitën. Dhe ju të dashur familjar të këtij dhëndri demokrat, jeni me opozitën. Ju jeni me opozitën sepse në rast se në familjar tuaj keni të moshuar dhe pensionist, opozita në 11 maj, në 100 ditë të para, u rikthen dignitetin pensionistëve të familjes tuaj dhe të gjithë familjeve shqiptare. Në 100 ditë të para, në një akt respekti, detyrimi madhor ndaj tyre, detyrimi madhor për kontributin që ata kanë, në një akt mirënjohje
për çfarë kanë bërë ata për Firin dhe Shqipërinë. Ne vendosim minimumin jetik për çdo shqiptar 200 euro. Ne vendosim pensionin minimal 200 euro. Ne vendosim statusin e minatorit për çdo qytetar të këtij qarku që ka punuar në naftë. Ne vendosim rrogën minimale 500 euro. Ja pra, të gjitha ata që janë me këto janë me shumicën, dhe janë shumica. Ne jemi sot shumica e shqiptarëve, pakic, e dikush janë pakic sot, pakic janë Edi Rama, Lubi Balluku, që plaçkisin, grabisin. Ju, pensionistët, rrogtarët, mësuesit, mjekët, naftarët, grabisin me miliarda euro. Dhe pastaj bëjnë fushatën alla Zeqineja, apo Zeqerie, si quhet kjo. Jo të dashur. Familjar të dhëndrit. Pra ju jini me ne, sepse ju nuk mund të mohoni se të trajtosh pensionistin me një pension që si mjafton as për kafshatën. Të trajtosh pensionistin me një pension që s'blen dot ilaçet. Është krim. Pa diskutim që ju jini me ne, se të lësh të smurt në spital onkologjik pa ilaçe dhe të lash makinën si të bën Lubia me 10.000 euro në muaj. Është krim kundër njerëzimit. Dhe asnjë firak edhe firak, asnjë shqiptar edhe shqiptar i ndershëm nuk mund të jenë me ata që kryejnë krime kundër njerëzimit, krime kundër shqiptarëve.